Në vizitën e tij të dytë në Tiranë, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri Edi Rama u zotuan për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Për presidentin francez, fitoria e kryeministrit Rama në 11 maj është e rëndësishme për të gjithë, pasi ky do të jetë mandati që mes dy vendeve do të çohen para të gjithë projektet e nisura dhe të dëshiruara prej shumë vitesh. Dua të filloj këtu për duke u falënderuar për rizgjedhjen tuaj, për besimin që morët, që është e rëndësishme për ju dhe për ne të gjithë, sepse është ky mandat që do na lejojë të vazhdojmë këtë agenda kaq ambicioze, të dëshiruar nga vendi që për kaq vjetësh. Kreu i qeverisë rënditi fushat e bashkëpunimit, ndërsa theksoi se tashmë marrëdhëniet Francë-Shqipëri kanë hyrë në një fazë të re. Duam ta fuqizojmë marrëdhënien edhe në drejtim të administrimit të ujrave, ku Franca është kampione e inovacionit, kampione e eksperiencës dhe ka kompani të cilat operojnë në të gjithë botën, po ashtu kemi folur edhe për mbetjet dhe edhe në këtë drejtim jemi duke punuar me Francën për të pasur një plan të përgjithshëm i cili të bazohet jo thjesht në strategjinë që ne e kemi, por të bazohet në hapa konkret të punës, pasi në procesin e negociatave për antarësim, procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ky është një kapitull shumë i rëndësishëm dhe këtu ne kemi shumë për të bërë. Kemi folur me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë dhe do të shikojmë më tutje në komunikimet drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Macron premtoi se do të jetë krah Shqipërisë sa i takon rrugtimit evropian, duke thënë se mbyllja e negociatave deri në 2027 është një realitet dhe se Franca do të jetë kranesh në mënyrë që agenda të mbahet në kohën e caktuar. Shqipëria ka treguar udhën, ka bërë avancime shumë të mëdha këto kohë të fundit. Ka bërë shumë blloqe kapitujsh të negociatave. Unë kam besim të ajo që do të bëni ju. Dhe jam shumë i lumtur për mandatin shumë të qartë që keni pasur. Udha e Shqipërisë është shumë e qartë drejt BE-s. Reformat ambicioze që po bëni dhe pas këtyre reformave dhe këtyre blloqeve negociatash që duken shumë teknike për bashkëdhëtarët tuaj, është një udhë, është aventurë që është shumë sensibël. Folëm pak mbrëm për këtë udhën europiane. Franca do jetë krahasues për të shoqëruar në këto reforma dhe për të mbrojtur dhe për të shoqëruar në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë dhe që agenda të mbahet. Sepse ju do mbani agendën tuaj dhe ne do ta mbajmë tonën. Për këtë perspektivën e 2027-s, që nuk është vetëm një perspektivë, por një realitet. Të paktën që nga fillimi i mandatit tim të parë dhe ristrukturimi i 2019-s me strategjinë franceze për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria dhe Franca nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë. Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për krijimin e një projekti gjithëpërfshirës për turizmin e qëndrueshëm, ndërkohë që u nënshkrua dhe deklarata e bashkëpunimit për planin e veprimit për inovacionin Francë-Shqipëri.